Së fundmi Elisa Spiropali është bërë një nga emrat më të komentuar në politik, dhe kjo pas kthesës së menjëhershme që morën qëndrimet e saj politike. Fillimisht, ajo i quante Edi Ramës Skënderbeun e shqiptarëve, por tani ka dalë kundër idhullit të saj dhe po e sulmon politikisht. Por kjo nuk ka kaluar pa pasoja, sepse disa ditë më vonë, tatimorët vërshuan në zyrat e bizneseve të Elisës dhe bashkëshortit, ku sekuestruan disa kompjutera. Tashmë marrëdhëniet e Spiropali dhe Ramës duke se kanë shkuar në një pikë pakthim dhe si ndëshkim në parlament, Rama vendosi që Elisa të ulej në kariket e fundit për t'i ulur asaj figurën si një ish kryetare kuvendi. Ndërkohë që Elisa mundohet të mos ekspozoj bizhuteri të shtrenjta, bashkëshorti i saj është e kundërta. Ai ka pozuar teksa në dorë mbante një Rolex 30.000 euro, një shumë kjo e konsiderueshme për standardin shqiptar. Por ajo që ka shkaktuar më shumë zhurmë kohët e fundit është fakti se çdo lëvizje me makinë ose në këmbë e Elisës shihet e shoqëruar me një djalë me mjekër, i palestruar dhe 2 metra i gjatë. Në disa raste, ai qëndron në krahët e Elisës dhe në raste të tjera shumë pranë saj. Mediat kanë bërë kërkime se kush është djali i palestruar që nuk i ndahet hap pas hapi deputetes së kuvendit. Burime mediatike bëjnë me dije se Elisa ka filluar të ndjejë frikën e kundërshtarëve politik si Rama dhe Belinda. Për këtë arsye, ajo ka punësuar detektiv privat që i qëndrojnë pas në çdo lëvizje. Djali me mjekër që shihet kudo pranë saj është vija e parë e frontit, çka do të thotë shoqëruesi dhe mbrojtësi i saj kryesor, ndërsa në prapavi janë edhe 3 detektiv të tjerë, mes të cilëve është edhe një femër. 3 detektive të tjerë janë me veshje civile dhe ndjekin Elisën në largësi. Ky grup detektivësh paguhet privatisht nga deputetja socialiste. Kjo ndodh sepse ajo di diçka më shumë rreth asaj që kundërshtarët e saj politik po kurdisin kundër saj.